90% për gjithë familjerët që keni gjetë kohën më parë. Drejtimin buxhetor për vitin 2024, njëkohësisht edhe për kornizën afatmesme buxhetore 2026-2029. 2027-2029. Pra, për kornizën afatmesme buxhetore 2027-2029. Ka qëndrashti këtu prezente dhe kryetari, po në mënd kryetari për i kërkoj fare se i rapuna për më shku për pensionet dhe nuk do të mund tjetë pjesë marë së spaku dhe t'ju përshëndes, atëherë më lejoni që unë të filloj diskutimin dhe t'ju njoftoj se këtu më prezente është edhe zyrtari për zyrës komunitete, shefi Yzair Honza dhe unë drejtori i ekonomisë dhe financa. Korniza afatmesme buxhetore është një dokument ligjor, të cilin Elshon e përgatit komuna në momentin pasi e merr qarkullën buxhetore nga Ministria. Me qarkullën buxhetore ne nënkuptojmë limitet të cilat i përshkruan qeveria për ndarjet buxhetore që i lëshon komunat. Kornizë, me fjalën kornizë nënkuptojmë limitet të cilat mund të shkojnë maksimum dhe minimum, nuk mund të tekalojnë. Si të gjitha viteve tjera, edhe këto vit, edhe këtë vit, grandi qeverisë ose buxheti i qeverisë ndahet në grandin e përgjithshëm, grandin specifik të arsimit dhe grandin specifik të shëndetësisë. Dje kemi pas një takim me të gjithë qytetarët, edhe gjithë kryesitë e fshatrave dhe qytetarët cilët kanë qenë të interesuar në debat, gjithashtu edhe shoqëritë civile dhe kemi biseduar për investimet kapitale dhe problemet të cilët i kanë qytetarët dhe kemi pranuar kërkesat e tyre për ti inkorporuar në buxhetin për vitin 2027 dhe për projekcionet e vitit 2028 dhe 2029. Dhe tjetin qëllim dhe motivacion. Ju kemi ftuar edhe juve që vini sot bashkë pjesëmarrës në hartimin e buxhetit për vitin 2027 dhe për projekcionet e vitit 2028 dhe 2029 në lëmin e arsimit dhe të shëndetësisë. Prandaj, po ju njoftoj paraprakisht me buxhetin e cilin kemi hyrë ta shpërndar. Për vitin 2027 jënë parapar, grandi i përgjithshëm është në vlerë 8.689.000 euro. Grandi i arsimit, apo grandi specifik për arsim, 2.983.000 euro, dhe grandi i shëndetësisë është 1.778.000 euro. Dhe hyrat vetanake janë planifikuar për vitin 2027 në vlerën 591.000 euro. Pra, totali i buxhetit për vitin 2027 është 14.043.000 euro. Pra, këtë buxhet e kemi shpërndar në kategoritë buxhetore si që janë pagat. Për paga dhe meditje kemi vlerën për 7.330.128 euro. Për madra dhe shërbime kemi 2.030.000 euro. Shërbime komunale 400.000 euro. Subvencione për vitin 2027 kemi një rritje dukshme në vlerë për 590.000 euro, afër 600.000 euro që kjo ndodh për vit për herë parë, ndërsa tek investimet kapitale kemi vlerën 3.800.000 euro. Komplet buxheti pra ta është 14.043.407 euro. Buxheti ndahet në bazë të numrit popullsisë, rritje gjeografike dhe etnitete. Dhe ka disa kritere të vogla, simbas numrit të gjasave, simbas numrit të infermierëve, për kompanjorë dhe të mjekëve në shëndetësi, dhe janë disa kritere po këto janë shumë më të vogla në përgjithësi për shkak të regjistrimit popullatës ju e dini që kemi pas. Dhe kemi pas një ulje popullatës për fat keq tonë si vetë kemi 800.000 euro buxhetin matule në raport me vitet paraprake. Edhe pse në kumulativ
në shumën e përgjithshme tregon se kemi një rritje prej vitit tjetër te vit në raport mendar për kohë banore, që bëhet kemi një ulje prej 800 euro që do të thotë po të kishim qenë 30.000 banor, do të kishim edhe 800 euro më tepër. Këto realisht në kanë paraqitur në kanë reflektuar shumë në arsim, edhe pse në mendore buxhetore e mundu ta kompenzoj këtë problem, prandaj mendoj se edhe për vitin 2027 do të kemi një komoditet buxhetor, po jo ashtu që edhe e kemi prit. Për fakti se me rrëmjen e numrit banorëve, me inflacionin edhe në disa probleme tjera, të cilat janë pak më karakteristikë në arsim që nuk duhet të diskutoj problemet, se nuk kemi tjerët që diskutoj për problemin në arsimit, që është rrëmja e numrit të nxënësve, orë, të mësimdhënësit, e disa probleme që ju më mirë se unë vini dhe unë nuk duhet të rinë në plenin. Pra realisht, na kemi kriju edhe një komoditet për vitin 2027, që sa më pak të kemi probleme. Prandaj, pasi t'ju informoj edhe për ndarje buxhetore në aspektin e dy komunitetet të plej, se nuk do t'ja marrë drejtën Ysairit, atëherë do të hapim debatin që të bisedojmë konkretisht në arsime dhe në shëndetësi, cilat janë kërkesat e juja që përpos atyre që kemi planifikuar dhe çka kemi planifikuar në buxhet të investojmë në arsim, të na propozoni projekte konkrete të cilat na mund edhe mos t'i dim, ka raste që edhe drejtoria mund mos t'i paraqeste na, drejtoria e arsimit, dhe ka raste kur vetë të mësuesit, drejtorët e shkollave kanë ide më kreative që mund të i inkorporojmë në këtë buxhet, dhe mendojmë që në rastin e aprovimit në Kuvendit Komunal merren parasysh edhe të gjitha kërkesat e juja. Prandaj para se me hap debatin të jap fjalën edhe Ujsej Ramzës që të inkorporohet. Poštovanje i pozdrav svim prisutnima. Kao što je direktor financija i rekao na samom početku, tema današnjeg sastanka je u stvari prezentacija budžeta, okvirnog budžeta 2027-2029 i generalno u načelu je govorio o ukupnom budžetu za narednu godinu koji je predviđen za opštinu Dragaš. Kao što ste i čuli, dakle, negde oko 14,5 miliona eura je ukupan budžet za 2027. godinu. Ono što je važno sa aspekta nevećinske zajednice je danas budžet u stvari rasprava koja se tiče obrazovanja i zdravstva. Želim da naglasim i da iskoristim priliku da obavestim javnost da je ono važno da kapitalne investicije koje su predviđene za 2027. godinu 3.790.000 eura podeljene u skladu sa procentom nevećinske zajednice koja živi u opštini Dragaš. Na posljednjem popisu stanovništva 2024. godine, kao što vam je poznato, 40% populacije rezidentnog stanovništva živi u opštini Dragaš. Na osnovu toga je i podeljen budžet, tako da u selima gore bit će uloženo 1.376.000 eura od budžeta koji je namenjen za kapitalne investicije. Dakle, od 3.790.000, 1.370.000 bit će uloženo u selima gore. Kancelarija za zajednice je zajedno sa saradnicima, uključujući i kategoriju ljudi koji su uključeni direktno u pripremu budžeta, uradila na osnovu zahteva predstavnika sela okvirno u kojim selima koliko će sredstva biti uloženo. Ali ono što je najvažnije, želim da istaknem, da je dakle u skladu sa procentom podeljen budžet, a u Dragašu od zajedničkih sredstava 350.000 bit će uloženo od budžeta za kapitalne investicije koje je namenjen i za većinsku i za manjinsku zajednicu. Dakle, Dragaš kao opštinski centar dobit će finansijska sredstva od budžeta koji je zajednički. Što se tiče ulaganja u selima gore, u zdravstvu bit će uloženo 80.000 eura, dakle novac će biti utrošen za rekonstrukciju ambulanti i u obrazovanje, dakle 50.000 eura. Dakle,
1.000 eura od ukupnog budžeta od 1.376.000 eura bit će izdvojeno za ove dve kategorije koje sam napomenuo, ali koji se isključivo odnosi za rekonstrukciju ambulanti i škola. To je ono što sam kao šef kancelarije dužan da kažem i da obavestim javnost, dakle da kancelarija redovno prati i u saradnji sa gradonačelnikom nastoji da ispoštuje procenat koji je namenjen za nevećinsku zajednicu. Hvala. Je nicht interessant, die letzte Projekte, die Zielaktionen professional, die informiert, die kaos parapane professional, in precissim professional de propolis. Ma mene se veri ka me shumë ma konkret për fshatna skala kanë drejt në rajonin e Borës. Filezojmë në këto projekte, me s'me tash tjera fjallën edhe në rajonin e Borës sa kemi me qëllim që opinioni tjetë sa ma informuar. Prandaj unë profiloj me investime kapitale cilat janë paraba, pra në vlerën prej 2.483.000 euro që të investohen gjatë vitit 2027. Një pjesë e këtyne projekte janë projekte 2 vjeçare dhe një pjesë e projekte janë për këtyne projekte 3 vjeçare. Më rëndësi nuk do të hyjmë në detale për se cilin projekt veç e veç, po ju ta keni një pasqyrë të investimeve në përfshatra, sepse disa projekte janë duke u realizuar dhe kryen në vitin 2027 dhe 2028 dhe disa projekte fillojnë në vitin 2027 dhe kryen në vitin 2029, ose janë disa projekte që i kemi plotësuar janë duke u zhvilluar gjatë vitit 2027 dhe 2026 dhe përfundojnë në vitin 2027. Prandaj unë ju lexoj vetëm projektet të cilat i kemi planifikuar që ti mbulojnë me mjete financiare gjatë vitit 2027. Pra, kemi të bëjmë me rehabilitimi i rrugës në hyrje të qytetit Dragashit në vlerë prej 80.000 euro, fondi rezervë komunal realisht për fond të ndajnë që të 2 vitet e fundit pikrisht për përmbaruesit. Në këtë rast i kemi problem ende dhe pak në përmet një përfundu ka mësuesat inshallah nuk na del edhe një kërkesë tjetër. 100.000 euro kemi nda në fondin rezervë, ndërtimi i trotuarëve në qendër të qytetit Dragashit 20.000 euro, ndërtimi i kulmeve të ndërtesave në qytetin e Dragashit që do të fillojë si vjetë të vazhdon edhe në motë 80.000 euro, rehabilitimi i infrastrukturës rrugore dhe ndërtimi i kanalizimit në lagjën e re të qytetit e Dragashit 30.000 euro, bashkëfinancimi i projekteve me donatorë, Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, Ministrinë e Pushtetit Lokal, në vlerë për 40.000 euro, asfaltimi i rrugës të Mahalla e Xhamisë në fshatin Zaplugje 35.000 euro, kupësimi i rrugës të Varrezit në fshatin Zaplugje, Mahalla Ranak, Mahalla Punqine dhe Mahalla të Xhamia në vlerë 160.000 euro, ndërtimi i murit të mbrojtjes të Varrezit e reja, Mahalla Tunqine dhe ndërtimi i garazhes në fshatin Zaplugje 20.000 euro, rehabilitimi i rrugës Proslop të Kroj ftohet, ndrimi i hypit të Ojsjelzit të lagjës Hysajve dhe ndërtimi i këndit të lojrave në qendrën Mahalla të Xhamia në fshatin Zaplugje 15.000 euro, kupëzimi i rrugëve të Mahalla të Xhamia dhe Mahalla Evër në fshatin Blaç 20.000 euro, asfaltimi i rrugës Blaç-Bjeshit të Blaç 7 në fshatin Blaç 80.000 euro, kupëzimi i rrugëve në fshatin Bresar 135.000 euro, ndërtimi i rrugës Beqiraj, Shushlak, Rafshina dhe ndërlivade fshatin Bresar 50.000 euro, ndërtimi i rrugës Rafshina Mali i Mat në fshatin Bresar 100.000 euro, kupëzimi dhe ndërtimi i kanalit për ujrat atmosferik në rrugën Kuklibek-Kuk në fshatin Kuklibek dhe trasimi i rrugës fushore përgjatë livadëve në Kuklibek 45.000 euro, ndërtimi i kanalit të rrugëve e fshatit në fshatin Kuk 30.000 euro, hapja dhe trasimi dhe kupëzimi i rrugës Kuk-Kosovë 45.000 euro, kupëzimi në rrugën Qendra në fshatin Buzez 60.000 euro, ndërtimi i kanalizimit në shkollën fillore deri te Kivjanti në fshatin Brezne 40.000 euro, kupëzimi i rrugëve lagjet Kalander, Mezin dhe ndriçimi publik në fshatin Kosovë 60.000 euro,
Rehabilitimi I rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit në fshatin Kosar dhe hapja rrugës për bjeshk në fshatin Kosar. 15.000 euro ndërtimi I rrugës Xerxa-Renc, 30.000 euro kupëzimi I rrugës në fshatin Zgatar, 45.000 euro kupëzimi I rrugës prej daljes së fshatit deri te lapidari në fshatin Bruk, 60.000 euro ndërtimi I rezervuarit ujit mbi Zabel, shtrimi I rrjetit Sidhe, kupëzimi I rrugës te Shara dhe Smonica në fshatin Bellobrat, 118.000 euro kupëzimi I rrugën në fshatin Zym, 44.000 euro kupëzimi I rrugën në rrugët Adem Berisha, Beteja, Buqës dhe Qersa në fshatin Buqë, 74.000 euro, rehabilitimi I rrugëve lokale në rajonin e Opojës, 134.000 euro, 134.000 euro, që I bjerë asfaltimi aty në rrugë ku janë të prishme që në për fshatën të ndryshme ku do të evidentohen. Ndërtimi I murit mbrojtës të Varrezave dhe kupëzimi në fshatin Renc, 115.000 euro, rehabilitimi I rrugës Rumenica, Bjeshka, si dhe kupëzimi I rrugën në fshatin Shalë, 40.000 euro, ndërtimi I rrugës së Fushës në fshatin Pllajnik, 40.000 euro, ndërtimi I kenit të Lojna për fëmijë në oborën e shkollës fshati Shalë, 20.000 euro, kupëzimi I rrugës në fshatin Pllav, 85.000 euro, kupëzimi I rrugës në fshatin Kapër, 45.000 euro, ndërtimi I stadionit në Kreveqic në fshatin Pllav, 160.000 euro dhe pjesa tjetër I takon Yzahirit për fshatën e komunitetit Joshubic në t'ju prezentoje. Faleminderit shumë. Ja ću ukratko govoriti o sredstvima koje su odobrena za kapitalne investicije u selima u kojima žive nevećinske zajednice. Uglavnom sredstva će biti iskorištena za održavanje infrastrukture, izgradnju, održavanje infrastrukture. Rekao sam na početku, u ambulante bit će uloženo 80.000 eura, Bačka 40.000 eura, Brod 160.000 eura. Ovdje kada govorimo o ciframa, imamo neka sela koja imaju dvogodišnje projekte, pa jedan deo sredstava se prenosi od ove godine. Dikance 30.000 eura, dodatnih sredstava pored 350.000, 26.000 za Dragaš, u Globu 40.000 eura, Krstec 60.000 eura, Kruševo 70.000 eura, Kukaljane 40.000 eura, Lještane 40.000 eura, Ljubovišta 50.000 eura, Mličić 50.000 eura, Orčuša 30.000 eura, Radeša 100.000 eura, Restelica 200.000 eura, škole rekonstrukcija 50.000, Vraništa 50.000 I Zlipotok 60.000 eura. Dakle, 1.376.000 eura, kao što sam na početku rekao, u skladu sa procentom. Naravno, ovo je okvirni budžet, nakon ovoga bit će konsultacije sa građanima gdje ćemo napraviti određene korekcije, ali sredstva u principu će ostati ista, ali će doći do izmjena koja vrsta projekta će biti, da li će biti recimo u nekom selu jedan ili drugi projekat u zavisnosti od prioriteta koji budu bitni za to selo. Hvala vam. Ako imate pitanja, ja sam tu spreman da odgovorim. Para se me hatt debatin, ungdom sa shkurt t'ju japim informacione që ti informohet me buxhetin që mund parashtroni pyetje dhe të parashtroni të kërkesa kësaj pakete dhe projekte tjera të cilat neve nuk I kemi bo publike, janë projekte të cilat ndonjëherë ka marrë të shërbimi, ju e dini se participimin në energji në shpenzimet I kemi marrë gjitha për sipër, ndoshta se di sa është më rëndësi me ju marrë kohë dhe me ju përmend, na tash e bëjmë transportin e nxasave, participimin në shëndetësi kemi hekjerët, banat esenciale, bëjmë furnizimin me bana esenciale, të gjithë bizniset janë të lirume prej takses nga veprimtarit, nuk kemi qitë taksen e akomodimit. Si qytetës dhe të gjitha burimet e vetme financiar nga të hyrat vetanaki kemi kryesisht nga tatimin pra. Pra, çdo qytetar I komunës Dragashit është I barabartë. Nikosisht për vitin 2027 kemi parapa 600.000 euro subvencione për organizatat tjerë qeveritare. Pra është hera parë ku janë përfshinj edhe studentët të cilët studiojnë jashtë shtetit e Kosovës. Pra, të vitin 2027 do të përfshirë edhe studentë të cilët
janë duke kryer studimet jashtë shtetit Kosovës. Prandaj, edhe mbas këtyne njoftime, ju ftoj që ta jepni kontributin e juaj, po të parashtroni pyetje ose të na jepni doni sugjerim ose të na propozoni doni projekt që të jetë pjesë e buxhetit. E hapi debatin kush e do fjalën. Adesso bashkëbisedimi lirë se këto nuk kemi mas me dalë në gjyqa as kur gjo. Edhe në qoftë se nuk ja qillojmë na drejtojmë vetë më burse. Bashkë punojmë na, nuk e kemi normant me punuar në kryet veti, bashkarisht. Aty ku se ja qillojmë, mundona me përmisuve. Mundi edhe për fshatnat lirisht, në qoftë se keni dënë kërkesë edhe për shkollat, edhe për fshatnat, edhe për shëndetësinë. Lirshëm, në fundit, ma shumë juve ju takon me donë propozime se sa leve. Hajde urnot. Anë mundesh për shkak përktimit, jo për shkak për shkak përktimit. Se në raport na duhet me shënu, në qoftë se spritosh. Përshëndetje, i nderuar drejtori ekonomisë dhe financave, zyrtar komunal, të nderuar drejtor të shkollave edhe pjesëtar të komuniteteve. Jem Beat Shala, drejtori i shkollës Shaban Shamani në Llopushnik. Sa i përket investimeve kapitale afatmesme buxhetore për vitin 2026 e pata fjalën dhe 2028, pata bëhet një kërkesë që e vetmja shkollë prej pas luftës deri më tani që në këtë foltore nuk ka sallë të edukatës fizike, të paktën nuk ka as fushë të edukatës fizike. Do të thonë kërkesa ime ka qenë edhe një vit më herët, mirë po tash në planifikim prap nuk e përmende, ndoshta keni lënë për ndonjë planifikim tjetër. Planifikim tjetër, përveç kanalizimit që e përmende, në projekt është mirë me shti edhe rrjetin e ujësjellësit. Se shkolla re do më thonë ka ujin me pus. Me marë prej kësaj qendrës së mjekësisë familjare, deri te shkolla më thonë me për ujin me ramje të lirë. Do më thonë një udhë dhe dy punë me shfrytzuar rastin. Investimet kapitale tjera i keni në protokollin të dërguar në DK. Faleminderit. Ka të tjetër. Të kujtu të një tjetër që unë ti po mundon mi donë përgjegje. Me gjithse s'kom që ka mi donë përgjegje. Sepse janë dy kërkesa inovative, janë shumë të mira. Na do të mundona me shqyrtu se e di që kemi pas investime ma primare që na kanë kushtuar të ujtë dhe timpiantet edhe do kemi pas do investime bukur të mëdhaja dhe s'kemi mund me barë se një salë e tillë është pak ma kushtueshme, që se mund dëgjojmë donator, tash e dim që të shkolla vjetër mund ta shfrytëzojmë edhe ta ndërtojmë, kemi hapësinë edhe mundësitë janë shumë të mira dhe janë solide. Këto e dim, po për shkak të buxhetit jemi ku jemi, por nuk e kemi mas menç. Nëse do të dëgjojmë donator, gjithsesi him edhe kësaj punë. Por mos me re opinionin me investime vetanake të kapitale e kemi vështirë një salë t'ilë me rregulluar. Po, përpjekjen këtë drejtim, besoj që po, asa për këtë çështje së ujit, unë mendoj se këto mund ta kryjmë edhe me mallra dhe me shërbime, se ajo ujë është primar. Tash ju e dini që është gjendja me ujë në Breznë. Në qoftë se nuk ja çojmë fëmijëve, atëherë s'kemi bë kurrë, se kret investimet edhe kret puna bëhet për mirëqenien të fëmijëve tonë. Atëherë unë mendoj që edhe përmjet mallra shërbime kemi mundësi veç e evidentosh këto, na qosh që sot i kemi i shtim edhe në procese, kemi farinë atje, i diskutojmë këto çështje. Vishë edhe në mundshmi me planifiku me gjithë përmjet mallrave shërbime, mund të kryjmë se më mërmende nuk është dhe një projekt investimi madh që s'mund kryet. Edhe kemi mjetet lira për investime kapitale në drejtoratin arsimit, me qenë si për këtë shkollës mundim edhe prej atyne me këput një pjesë edhe e shohim, planifikojmë edhe pse jo.
pse mos me rregullu ujin. Dikush tjetër? Hajde. Përshëndetje për të gjithë. Pak më parë ishte këtu edhe drejtori i shkollës Sezai Soroi në Beograd, tani nuk po e shoh, prandaj dola këtu që të konsultoheni me të dhe t'i verifikoni këto që ju them se shkolla ka nevojë për ndërhyrje, është dëmtuar shumë sa i përket pasadës jashtë. Shkolla prej se është ndërtuar ende nuk ka rrugë pritës të instaluar, pra duhet të ndërhyjet edhe në këtë aspekt. Për detaje do të merrni më shumë informata nga drejtori i kësaj shkolle. Me që jemi të arsimit të shëndetësia, sa i përket qendrës mjekësisë familjare pikërisht në Beograd, është një objekt shumë i mirë, por është shumë i fshehtë. Prandaj do të ishte mirë me pak investim një sinjalistik në rrugën kryesore ta kishte, që secili ta kuptoj se në atë rrugic, ta quaj ashtu, ndodhet edhe qendra e mjekësisë familjare, pse jo të mos ketë edhe shërbimet që i kryen aty, sepse ende shumë kush nuk e di se edhe me analiza merret e qendrës, domethënë kjo do të ishte mirë të bëj, dhe prapë që ndërlidhet me shëndetin, ju e dini, drejtor, se për herë ka kërkesa që të funksionalizohet ajo udha e vjetër në Beograd, për arsye se aty tashme kemi dukuri shumë negative, por edhe të shëmtuara. Pikërisht për shkak se nuk është e qarkullueshme. Aty hidhen mbeturina, aty hidhen edhe kafshë të ngordhura, aty qarkullojnë automjetet e dyshimta që Zoti e di se çfarë ndodh në atë udhë, prandaj do të ishte mirë, ju e dini se nuk do dhe shumë financim tashme, sepse edhe projekti kur ka kaluar nga traseja e re, ka qenë qëllimi t'i ikta asaj kthesës, sot ajo kthesa mund një stadium të ndërtohet aty, se jo më që paraqet rrezik, falë inxhinierëve zvicran që e patën siguruar poshtë bazën, nëse ndërhyet tek ajo udhë, pikërisht ajo kthesa që dikur paraqiste rrezik, unë propozoj të jetë një panoramë, sepse ka vend ku mund të parkohen automjetet dhe të ndaloj dikush për qefin e tij, ta ketë një panoramë dhe fshati duket sikur në shuplak të dorës. Si dhe amfiteatrin e keni bërë të shkëlqyeshëm, tashme ajo është bërë dhe si ikonë e Beogradit, aty është edhe xhamia e re që prapja ka shtuar pamjen, kemi informacione se do të ketë edhe ndërhyrje tjera tek ai shesh të bëhet një vend shumë i mirë, por ajo që e shëmton është ajo pjesa ku dikur i gjithë fshati hidhnin mbeturina, sot edhe në mbeturina vetëm ata që nuk paguajnë. Dhe do të ishte mirë që aty të ndërtohej një trotuar dhe menjëherë pas trotuarit një rrethoj në mënyrë që të parandalohet hudhja e mbeturinave aty. Faleminderit shumë. Dikush ka atër që se ndjejoti. Ima li neko od predstavnika direktora nevećinske zajednice? Ako ima neko pitanje? Beqo, une këto pimarësit mirë qena, to janë kërkesa shumë reale, është deshtë më ardhë prej kryesisë fshatit, se zakonisht mbi 80% deri 90% e këtyne projektet cilat janë planifikuar kryesisht prej kryesisë fshatit, për kërkesave të fshatëve qytetarëve që më nave jenë. Bile shpeshherë dhe neve po na dohet si e tepër me këto kupsimet, po tash na jemi për qytetarët dhe ta po na imponojnë. Këto projekte tua, për shembull për panoramë që i takojnë edhe turizmit, edhe janë projekte ambientale, edhe ajo rruga do të ishte shumë e mirë
po më vjen se gradualisht do t'i vjen e rendi për faktin se kanë fillu tash me 13 mi majtë karat e pilivonave, edhe do të bëhet të mos dëshmëri si në rrugë qarkore, qëpse ajo pjesë bëhet një arenë që vit për vit imam ato gara, po me të premtuar se në këtë buxhet nuk i kemi të planifikuar, unë mendoj se këto si kërkesa tash do të merren, do të bëhet procesi, na do t'i evidentojmë si kërkesa, dhe para se me qua atje do t'a diskutojmë edhe në kubent, në qoftë se mundim diku për 130.000 euro, sa kemi të parapame në Bollobrat atje për kubzim, bile s'paku një pjesë me mund me shfrytzu edhe ka kjo rruga, se nuk besoj që kushton qaqë. Mirë, po edhe te Medonja do të asfaltohet, do të rregullohet, të bëhet një shëtitore bukur e mirë që në fundit të fëmijën t'i qesin kush më rrinë për shatnave ndryshme mi kërku, po masi nuk e kemi të planifikume, s'po mundi me të thonë kur gjo, gjitha kërkesat janë të arsyeshme, nuk ka kërkesë pa arsyeshme, çështja është edhe koha edhe para se kur mundi me arrit mi realizu këto. A ka dikush tjetër edhe një? Masi s'ka, ju faleminderit shumë për pjesëmarrje, hyzo aki diçka tjetër. Inshallah takona në dëgjimin tjetër buqetor, hajtë merrni edhe kërkesat se deri në shtator na do të mi nda këto pare. Qysh do të me u gjetë vendin. Ja samo želim da izrazim žaljenje što, nažalost, jedan od direktora, 2 najviše, malo je bilo predstavnika nevećinskih zajednica i to je loše. Želim da učestvuju u raspravi budžeta, da daju predloge i predstavnici zdravstvenih institucija, naročito direktori škola, jer očito da ima potrebe za predlozima koje ćemo mi kao opština uvrstiti u budžet. Hvala još jednom onima